Ndeshja mes Kosovës dhe Zvicrës, e cila luhet të martën nga ora 20:45, do të drejtohet nga një prej gjyqtarëve më me përvojë të futbollit evropian, Davide Massa i Italisë. Ky duel ka rëndësi të jashtëzakonshme për dardanët, të cilët matematikisht kanë ende gjasa për një kualifikim direkt në kampionatin botror, por vështirësia mbetet shumë e lartë, pasi duhet fitore me 6 gole ndaj Zvicrës. Davide Massa, 42 vjeç, është gjyqtar i kategorisë elit në UEFA dhe njihet për menaxhimin e qetë të ndeshjeve të mëdha, komunikimin e qartë me lojtarët dhe vendimet e sakta nën presion. Për ndeshjen Kosovë-Zvicër, Massa do të ketë mbështetje nga një ekip italian i përgatitur për sfida të këtij niveli: asistenti i parë Filippo Meli, asistenti i dytë Stefano Alasio, gjyqtari i katërt Daniele Kifi. Zvicra ka 13 pikë deri më tani, ndërsa Kosova ka 10 pikë pas 5 ndeshjeve. Kosova ka siguruar tashmë zyrtarisht play-offin për kampionatin botror.